10 persona të rinj ngarkohen për protestat e 4 korrikut kundër rastit mostra, që degeneruan në dhunë dhe përleshje mes protestuesve dhe policisë. 7 prej tyre janë paraqitur sot në gjykatë në procesin gjyqësor, i cili është vazhdim i procesit në të cilin gjykata e shkallës së parë dënoi me burg 6 protestues. Për shkak të mungesës së tretë të akuzuarve, seanca u shtyp për më 24 nëntor. Avokatët mbrojtës theksojnë se klientët e tyre nuk janë të përfshirë në dhunën përpara gjykatës dhe se kjo do të dëshmohet në seancat në vazhdim. Si mbrojtje do të mundohemi të dëshmojmë se këta persona nuk janë të përfshirë në ngjarjen për të cilën ngarkohen. Ata nuk janë në paraburgim dhe ngelet deri në seancën e ardhshme të përgatisim mbrojtjen. Avokati tjetër Naser Raufi theksoi se është e palejueshme që gjykata themelore si palë e dëmtuar në këtë rast të gjykojë vetë për dëmin që është bërë. Është dëmtuar gjykata themelore Shkupi 1 dhe gjëja e parë që të kërkojmë është që t'i merren kompetencat gjykatës themelore Shkupi 1, sepse në të kundërtën do të del proverba popullore, ka diu të padit, ka diu të gjykon. Në asnjë rast nuk duhet të lejohet që gjykata themelore, e cila ka statusin e të dëmtuarës, të gjykojë këtë lëndë. Në procesin e njëjtë gjyqësor, 6 persona tashmë janë dënuar me 3 vjet burg nga gjykata e shkallës së parë, ndërsa obligohen të paguajnë bashkërisht 26.000 euro për thyrjen e dritarëve të gjykatës. Lënda është tashmë në duart të gjykatës së apelit, e cila ende nuk ka marrë asnjë vendim për këtë rast.